Dëgjoni o ju që do të agjeroni dhe gëzohuni. Pse? Na tregon Hoxha Bekir Alimi, kena me folë për vlerën e agjerimit, vlerën e muajit të bekuar të Ramazanit. Çka fiton ai i cili do të agjeron muajin e Ramazanit komplet? Kallëzon ti mo cili është fitimi më i madh. Xheneti. Njerëzit çka mund me mendu, domethënë, fitimin më të madh në botë, me bo kryetar, me bo miliarda. Ti thon për ndonjë. Domethënë ishuj me pas. Këta që është kur çon, xhenetin ti e përmene. Po. Po edhe në xhenet ka grada. Agjerimi ka as problem që as problem e di veç Allahu. Pse? Sepse ai shpërblen me bujarinë e tij. Për me kuptu këtë çështje, domthonë na të kthehemi për shembull, nëse dikush është miliarder, sa shpreson që ai ka me dhon ti dhurat. Ti nuk pret fitimin të dhon 50 euro. As 500 euro, se miliarder është. Një biznesmen i thjesht me 100.000 euro kapital ti jep 500 euro në 1.000 euro. Po. Miliarderit i pret miliona me dhon. Edhe Allah i madhëshëm kur flet për agjërim që thot as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi. Agjërimi është për mua, është i jemi. Dhe unë shpërblej për të. Sa veç ajeti. A mund me supozuar? Po, çfarë është më thon? Do xhenet po se po më të mirë në xhenet, më të madhe në xhenet. Se thot Allah i madhëshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu duart e tij i ka të mbushura plot. Jep ditën dhe natën me bujari. Do thot çka të mendojsh ti që ke me fitu është pak. Supozojmë për shembull. Çka të supozojsh ti që ka me dhënë është shumë pak, Allah ka me dhënë më mirë. Kur thot Allah i madhëshëm në hadithin qudsi, adetu li ibadi salihin, ka përgatit për robët e mi atë që syri se ka pa. As veç se ka ndëgju, as që ka fantazuar zemra e tij. Kjo flet për besimtarin e rëndomt. E pra Gjuzi thot, unë e shpërblej për të. Dhe diçka maramendse, astronomike. E që i përdojnë këto terme? Maramendse, që ti mermend çfarë e madhe është. Astronomike, sa që nuk ka matematikë toksore që e bën llogari. Edhe andaj themi na, fakt është pyetja shumë me vend se o agjerues, me ditë ti sa fiton, sa shpërblehesh, sa është e madhe ajo që ti e fiton dhe shpërblehesh, ti jeni 30 ditë kisha agjeruar këtë vitin. Edhe kanë thonë lemat përpara. Me ditë agjeruesi çfarë shpërblimi fiton nga agjerimi, kishte më dëshiru tan viti me kon agjerim. Na sot për shembull para se mi në Ramazan themi shumë betë 30 ditë. Po na fakt tash e kemi pak më fllat, nuk ka më. Edhe iftari më herë. Kur ishte në Korikë ngushtë, po thash më shumë betë 30 ditë deri në 7-8, kush i pavuk. E tash elhamdullah ka ardhur këndej, domethënë ka ardhur makadimri, edhe është tash më shkurt, është më freskët, nuk ja bëjnë mohabetin. Megjithse do thotë e bisedon numrin edhe saatet për shkak se e ki rond. Për shkak se nuk e di shpërblimin, ama kur ta di shpërblimin që është maramendës astronomik, po valla pa 40 ditë, edhe më shumë kisha agjeru. Edhe andaj Allah i madhëshëm këtu i tregon dy gjëra. E para, bujarinë e tij, që është shumë e madhe, shpërblimi shumë i madh, dhe e dyta urtësinë e tij. E din se këtë njerëzit nuk janë një kategori në perceptim, në vlerësim. Për shembull, i binduri, i devotshmi e vlerëson se agjerimi ka shumë shpërblim, edhe ai në ditën e parë e kalon shumë lehtë. Edhe do thotë nuk ka problem. Po ka edhe njerëz që nuk e kanë këtë vlerësim, këtë perceptim. Janë ma cekt në kuptimin e argumentit fetar. Janë ma me pavullnet e analizojnë argumentin fetar. Edhe për to Allahu thotë ditë numërume. Mëse ki gale, shkojnë shpejt. Tejnë në kam janë niste në agjerimi, do thotë për pak ditë ka me përfundu, kena me thonë shumë shpejt shkoj. Këtë kena me thonë. Unë jam të thonë që disa vite me radhë, sot është dita e parë, mojnë e men, se shumë shpejt vjen e fundit. Edhe kjo gjithashtu ka të bënë me urtësinë e Allahut xhelal, se Allahu e ka programu ditën e agjerimit aq bukur, se që ti angazhu me punët e dynjas dhe me punët e agjerimit, Ramazanit, shumë shpejt. Se kujt është dita e organizuar, shkon shpejt. Andaj gjatë ditës e ki agjerimin, e ki përgatitjen e iftarit, e ki teravin, e ki hatmen, e ki domethënë mukabelet, e ki derset, edhe ku ta shofsh dita shkoj. Edhe normalisht shkoj dita shpejt, shkon edhe muaj shpejt. Kështu që Allahu është i gjithdijshëm, edhe Allahu është fisnik bujar. I jep besimtarit atë që se ka mendu. Shpërblimi është maramendës xhenet po se po, po gradat mëdha e xhenetit me gjithë ato bukuri që Allah i ka caktuar veçanti për
agjeruesi. Andaj ne kemi me fat që agjerojnë. Jo me fat, ne jemi shumë të veçantë, shumë me fat. Dhe thot, ne nëse kalkulojmë me miliona, miliarda, s'ka shifër, trilion, është pak, me thonë, Zilion, kujdi po, sheferi në është pak me atë që ka me shpëri Allahu për një ditë agjerimi. Mos flas për 30 ditë. Edhe andaj është munges bindjeje edhe besimi i dobët ai që agjeron Ramazanin sipërfaqësisht. Ai që agjeron Ramazanin veç për me agjeru, që nuk e kupton thelbin e agjerimit. Se agjerimi e ka qëllimin ty me të afru te Zoti. Realisht Allahu don prej teje me thonë, o Zot, unë për ty ri edhe pa bukë edhe pa ujë. Pse jam rob jot? Pse? Se e di se unë edhe me vazhdu jo vetëm një ditë, po edhe 2, edhe 3, edhe 4, edhe 5, pa ujë, pa bukë, ti mu nuk më le me vdek. Ti mu më në gjallë. Kupton, për mu shkput nga, se na mendojmë se si më të hashe, si më të vdes. Kjo është te bot kuptimi materialist. Ama te bot kuptimi fetar, jo, se ushqyesi, furnizuesi është Allahu. A kupton, se ti qeliza nuk mund me jetu pa ujë. Nuk mund ushqy pa ato në domethënë sheqernat, kriprat, mineralet, kështu me radhë. Se Allah ka kriju kështu sistemin me u zhvillu. Mirë po, ai Allah që ka kriju sistemin e njeriu trupor me ushqim, me ujë dhe me ushqime edhe me vazhdu jetën, i njëjti Allah kur don ti edhe pa ujë dhe pa bukë të manxha. E tash kur e ki bindjen, ti e kënaqesh në agjerim, po mundohesh edhe me kuptu qëllimin e agjerimit që me të afru ty edhe ma shumë të Zoti, edhe me qenë i bindur edhe ma shumë të Zoti, edhe i nënshtru ma shumë para Zotit. Edhe normalisht ti hin në Ramazan me vullnet, vazhdon Ramazanin me vullnet dhe del me vullnet kuptimin e mërzis, se patë një shansë shumë të mirë të adhurimit, tash u ndërprej, tash fillojnë ciklet e tjera të adhurimit dhe forma tjera të adhurimit. Ato që kanë bërë mëkate, hoq, ose vazhdojnë me bërë mëkate, mirë po dhe agjerojnë. A vlenë edhe për ato ki shpërblim? Po, shpërblime për gjithë, se cili njeri që agjeron, abstenon nga ngrenja dhe pira, që nga syfyri dhe niftar. Po dallimi i shpërblimit ekziston. Se tjetër është ai që largohet nga harami gjatë agjerimit, edhe ai që bën haram në agjerim. Tjetër është ai që e shton adhurimin e agjerimit, me adhurim e shtesë, edhe ai që nuk i bën ato. Andaj ka dallim në, për shembull, kaluese është edhe dyshje është kaluese, edhe treshje, edhe katërshe e pensa. Po dikush merr 5 me agjerimin e ditës parë, dikush merr 4, dikush merr 3. A kupton? Këtë kanë kalu. Ama shpërblimin e marrin sipas sinqeritetit, edhe sipas kualitetit të adhurimit që e bëjnë ata. Edhe normalisht nëse mungon kualiteti i adhurimit, tjetër është edhe agjeron edhe shash për shembull. Edhe agjeron edhe ofendon. Edhe s'fal namaz. A kjo është shumë e madhe se kjo ta rrezikon kamt e agjerimit i rrezikon. Pra themi na, Ramazani është mundësi e artë që ti agjerimin ta plotësosh me namaz, e kështu ti kesh garancë dhe siguri se edhe agjerimi jote është inshallah i pranuar. Gëzohuni o ju që do të agjeroni. Kjo është titulli i kësaj video. Po valla, shife, na elhamdulillah dhe kështu po ndodh, besimtarët veç gëzohen para se me ardhë Ramazani. Veç na kemi pa tash me aktivitetet e xhamiave tona, gjithkohë domethënë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, po edhe në botë, gjithkohë ka aktivitete, ka, domethënë, veç ka një vetëdijsim shumë paraprak, edhe njerëzit mundohen që mu përgatit mirë, sepse realisht përgatitja e mirë t'jep sukses në realizim të programit, planit. E tash ka një vetëdijsim shumë të mirë, përgatitja është me kohë, është e hershme, edhe këto është, du me thonë edhe këtë urësia e Zotit. Se Allah i madhreshëm i ka përgatit adhurimet në atë formë që mës me arandu njeriut, realisht mës me sfidu njeriun. A e bën a se bën? Po e përgatit që ta boje, pse se Allah e don njeriun edhe ka dëshirë që ai të jetë rob i ndëgjueshëm i Zotit, jo rebel. Se ai ka me hup, nuk hup Allahu. E tash ka bë për shembull, muajin Shaban e ka bë përgatitje për muajin Ramazan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, agjeroni në muajin Shaban se është agjerimi më i dashur te Zoti. Pse kjo? Që ti të përgatish për Ramazan. Që ditën e parë, kur të fillosh me agjeru, mos ta kesh problem ujin, ai që pin dohan mos ta ketë problem dohanin, ai që është nervoz mos të ketë problem nervozën, që ki fillu me agjeru më herët, edhe e përgatit për Ramazan. Kjo është urësia e Zotit. Për shembull, adhurimet nafile, sunetet, pse? Që me të mësu ty, për shembull, që edhe në Ramazan mos të pas problem ti me ne 20 recate në teravih apo 8 recate në teravih sa kemi fal,
me një gjatë 50 minuta, 1 orë e 15 minuta. Këna me folë shtesh për të E ravijë. kështu me radhë. Do thot, urësia e Zotit është kjo të përgatit që kur të hysh në adhurim, ta kesh malet, edhe normalisht pastaj edhe gjatë adhurimit ngarkon, gjatë agjerimit, ngarkon me një adhurim që ti mundesh me e bajt. Nuk është i rëndë për ty, qoftë agjerimi, qoftë ravija, qoftë adhurime tjera. Të do shta me dalosh, nuk ka dhe një sakrificë ku me ditë sa e madhe, për shembull agjerimi. Është sakrificë, ama nuk ka ku me ditë sa e Jo. madhe. Vjen iftari haj në bukë. E tash për Nuk pak, është sakrificë për pak hiç shpërblimi, po. realisht nuk është sakrificë hiç, se ti veç e ndron orarin e ushqimit. Po. Ti ke hongër për shembull apton pi sabat deri në akşam, edhe natën s'ke hongër, tash e bën kundërtën. Tash domethënë natën han, pi sabat deri në akşam nuk han. E kjo dobia çka është? Përveç asaj pjesës fetare që edhe mi tregon ti robrin tonë dhe Allahu, kjo është më e madhe gjithsesi, që ti jep devotshmëri, po kjo të ndihmon ty edhe në aspektin shëndetësor. Unë për ta dëshoj me lidh. Me thon mjeku mos han. Mos e haket, mos e haket, mos e haket. Çka kemi votë kemi natë, kemi hongër. A kila këmi. Po sa pse? Se tutesh se shëndeti jot përkeqësohet. A këtu Allahu çka po thot? Lënë shëndetin, jeta e ardhshme të përkeqësohet. E hub këtë jetën e përhershme të ahiretit, xhehenem. Ka më të gjek që e shnet që e trup që ti e ke zbukuru, e ke regullu, e ke të rash, e ke se. Ka më të gjek. Edhe ndaj ti pa e kom pak i menshëm, i beson një mjekut, i cili atë diplom ka mujtë edhe me pare, me pasmar, edhe të mosaket, se ta kësën shnetin, e nuk e beson Allahun i që dhëtë agjero, se ti fiton. Fiton adhurimin ndaj meje, fiton përkulljen ndaj meje, fiton devotshmërinë, edhe fiton pastaj shëndet. Me pak sakrificë, shpërblimi shumë i Edhe madh. ti kundërshton, refuzon, rebelohesh. Vetes ja bën. Ja, do shta me thonë, shumë pak sakrificë, a shumë shpërblimi i madh. Po. Këtë adhurimit janë. Shëfe, unë e kam një matematike për meni shpesh. Nëse bëjmë na një statistik të adhurimeve ditore, javore, muajore, vitore dhe jetësore. Edhe do e shohim se ka shumë pak adhurime, shumë obligime kemi ka që Zot. Mirë po, njeri subhanallahu është mohus edhe mendje madh. Kjo është fatkeqësisht, domethënë, veti që ka përmend Allahu i madhëshëm për njeriu që në fillim. Xehud, ignorant i madh, edhe do thot zullumçar i madh i vetes edhe i tjerëve. Sa orë ka dita? 24. Çfarë adhurimi kemi në ditor obligativ? E kemi namazin. Sa i kemi 5 kohë namazit gjatë ditës. Sa minuta të merrni namaz? 10 minuta. 5 namazin nga 10 minuta janë 50 minuta. Thuaj 1 orë. Do për 24 orëve sa orë kërkohet adhurim prej teje? 1 orë. 23 janë tujat, a punon, a flen, a pushon, a shetit. 23 janë qefin tanë me bo. 1 orë adhurim për abularimin. A kana shumë, a kana pak? Shumë pak. Njoft. 7 dit i ka java. Qëfar obligimi javor kemi na musliman? Xhumoja. Sa kohë të merë gjumoja? 1 orë. Thuj 1 orë. Në më thonë, prej 7 ditëve, nga 24 orë, ti e ki vetëm 1 orë obligim. Me mu da pi punës, mu da pi familjes, me shku në gjami, se s'mundesh me falë të shpija këtë namaz. Do shku në gjami. Do në adhurimin, në angazhimet javore, për 7 ditëve ti vetëm 1 orë e ki obligim, pra shqizohet, këtë orët tjera, përveç asaj orës ditore që e merr me namaz, i këtë lira. Mirë, kalojmë të adhurimet vjetore. Qa ki obligim vjetor? Nasi mos në agjerimin. Sa muj ka viti? 12. Sa është agjerim? 1 muj. Në më për 12 mujët i vetëm 1 muj e ki obligim agjerimin, 11 muj janë ha edhe pesi pas qefit ta në rënit ta. Adhurimet vjetore. Qëfar adhurimit jetësor? Qëfar adhurimit jetësor kemi obligim? Haxhi. Sa herë ki obligim me shku në haqë? 1 herë. 1 jetë. Sa kohë të merr haxhi? Zakonisht haxhi si obligim ti merr 4-5 ditë. Po udhtimi me shku, thuj 1 muj ti merr. Domthonë 1 muj 1 jetë e ki obligim ti me kry haxhin si obligim në Allahut. Në aspektin ekonomik, çfarë obligimi ki? Piket pasurisë tone 2.5% me dhon zeqat, 1/40. Po 1 orë në ditë, 1 orë në javë, 1 muj në vit, 1 muj në jetë, edhe 2.5% zeqat me dhon, nëse ki ka pasuri do më dhon bi 85-90 gram ari. Ç'ka është obligimi? A është e lehtë apo është e rëndë? Është e lehtë. Përballë çkafit, përballë 8 orë pune ditore. 1 me 8. Përballë 5 ditëve të punës. 1 orë me 5 ditë punë, ka 8 orë.
5 herë 8, 14 orë. Një orë i ki për gjumo, 14 orë i ki për dynjo. E kije 12 muj, për 12 muj vjetë, 11 muj me 1 muj. E kije 35 vjetë punë që bëjnë dhe më thonë, po shqeri me dalë penzi, ti e ki njerë njëmër me shku në haqë 1 muj. Edhe gjatë gjithë rogës që ti e merë, kontributet kimi pagujtë, më thonë, 1% madhe, të vëshën e ki 18%, të atimin fitim e ki 11%, e ti merë shtetit dhe më thonë 3-14%. Pi rogës tonë. E Allah thot 2.5%, dhe jo për Allah, se Allah s'ka nevoj, po që të parë mja dhonë fukarave që kanë nevoj. E tash, kur ta bëjmë na një ofertë, ti them njerëzve urdhoni o vëllezër me një angazhim 1 orë ditor, 1 orë javor, 1 muj vjetor, 1 muj jetësor, 2.5%, edhe fitoni çka atë që syri se ka pa, veshi se ka ndëgju, atë që ka fantazu mendja jote. Një ofertë. Oferta e dytë, a dini punoni 8 orë, 5 javë ditë, 5 ditë një javë, do thotë 12 muj, 11 muj në vjetë, sepse 11 muj të shme punu, 1 muj e ki pushim, 35 vjetë edhe 3-40% të ati me fitue. Edhe ki me marë në fund një penzion për 300-400 euro, 500 euro, 1.000 euro. Ndërko kemi po një shpi, kemi pos një kërë, edhe shëndetin kemi rezikue. Kur rendit e njerëzit, e si da ofertë rendit e njerëzit? Realisht, shumica e njerëzit, këtu pak njerëzit që presin rrallë të kjo oferta e parë. Shumica e njerëzit vjen të oferta e dytë. Edhe ku ta bësh matematik, derisa ti me pak kontribut fiton shumë, po njerëzit nuk shkojnë aty, me shumë punë, edhe lodhje, edhe pasoje, edhe rreziqe, apet njerëzit të rinë këtu presin rrallë, me fitu të mirën e kësaj bote. Pse? Allahu në Kur'an ka tregu, "Wa yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhirah." Ata e dojnë të tashmet, me njëhershme, dhe e lënë pas dore të mëvonshme. Pse njeri, domethënë, vepron shpeshher me instinkt dhe i mungon thellësia e analizës. Edhe na themi çka, më mirë, domethënë, një zog në dorë se sa 10 në tel, kupton. Edhe mundohemi na sendet e mënjhershme me i vjerë. Nuk kena planifikim strategjik. Atë njerëzit e planifikimit dhe menaxhmentit, ai që planifikon strategjikisht, shumë hapa përgatitur i bën se merr vesh kërkosh. Veç fund kur ta shef te finishin. E na që dhemi neve s'na intereson fundi, na tash të kënaqshmi. Fillim të kemi parë, të bëjmë kapital si biznesmen të ri. Ja nis punës më njëherë e blen një kërë të mirë. Ja nis punës më njëherë bën një shtëpi të madhe. Po ka dalë besë ti, duhet me zhvillu punën. Njerë forcoje biznesin tanë, në fund mbas ne fillon me gëzu suksesin tanë. Biznesmeni pa pjekun, i ri, i jeshil, ai çdo fitore në biznes e shëndron në knatësi. Biznesmeni i mençëm, investimin e bën afat gjatë, vjelet e mënjashme i shëndron në investime të reja, derisa ta stabilizon biznesin e vet, edhe në fund pastaj fillon me kallëzu qefin e vet. Kështu është edhe puna e dunjos ahiretit. Ti ketë botë mjell, ti ketë botë puno, ti ketë botë, domethënë, ruje veten, ruju haramit, zbatu urdhat e Allahut, ndoshta po them, mundesh me pas ndonjë pak knatësi ose mungesë realizimit të qefeve, ndoshta edhe pse shumica muslimanëve edhe në dunjë kënaqen. Ama ajo që të pret në ahiret është e paparamendueshme. Nëse kena konsenzus me juve që na urrejni, që na thëni Taliban, në Arab, kena një pajtim mes juve dhe neve, është një fakt që vdekjen e besojmë edhe ne edhe atë. Sidomos në Facebook nëse e çelmi për çdo ditë kemi vdekjet e të rinjve. Janë të mbushura me njoftime për vdekje të rinjve. E tash, pas vdekje, fitues është agjëruesi, namazfalësi, a është e vërtetë kjo? Shumë e vërtetë. Shive, na kemi dy sende përpara, në avantazh besimtarët. E para, jeta jona është shumë më e qetë, edhe psiqikisht, edhe në aspekt shëndetësor, edhe në aspekt shpirtënor, se sa jeta atymve, që se besojnë domethënë jetën pas vdekjes. Se ata për shembull e para kanë stres se nëse sfiton kur gjon këtë botë, s'ka domethënë për të ngushëllim, se ka hup krejt. Na themi jo, nëse të sfitojmë kur gjon kena fituar atje. Kjo është ngushëllim shumë i madh shpirtënor. Kjo është të manë gjallë, të manë të fortë. Ata pra janë këtë me strese. Këtë janë me, do thotë, diagnoza të përdorimit të medikamenteve për të i qetësu psiqikisht ata. Tjetra është të ajo u ndihmon më ushthur. Mungesa e besimit në llogari edhe në jetë pas vdekjes i mëson më ushthur. E treta, u mëson më bë kriminal. U mëson me qenë keqpërdorues i pozitave. Atë besimtari do thotë nuk është ligji ai që kontrollon, po është frika për Zotit. Edhe na kur i themi njerëzve ke frikë Allahun fillimisht, se ligjit mund të ik, po Allahu s'ik.
Kjo është pjesa e parë, domethënë që kena në avantazh, pjesa e dytë është kjo, se po një jo besimtar që nuk e beson Allahun, që nuk beson se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, që nuk e beson Kur'anin, që nuk e beson jetën pas vdekjes, ai nëse vdes, ai drejtën në xhenem ka më shku për gjithmonë. Sa ka vite, miliona vite, sa të ketë jetë? Nuk e thoni ju, e thot Allahu në Kur'an, apo jo? Po gjithsesi. Unë Po, Kur'an. na vetëm përcjellin fjalë të Zotit. Gjithsesi, domethënë, na themi ato që thot Allahu i Madhëshëm, që thot feja islame, e mbështetur në këto argumente, në fjalët e Zotit edhe fjalët e pejgamberit. Na e themi edhe potencojmë se asgjë për këtyre rregullave që i flasim nuk janë fjalët tona. Edhe na nëse s'kemi referencë Kur'anin, na nuk flasim. Se s'është më fe, është fjalë, ja është qendrimi jam. Kur foli për fe, detyrimisht ne kena me fola që thot Allahu i Madhëshëm dhe që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ai që i vdes jo besimtar, ai ka më shkuar në xhenem, ka mu djeg, ka mu shkrëmu, ka mu djeg likura, ka më shiu dhimbjen e djegjes, Allahu ka më ripërtri atë likur. Dhe përsëri ka më djeg ajo likur. E përsëri ka më ripërtri, është dhimbje, shijim i dhimbjes pa kufi. Ti sa është rënë me pas një dhimbje sot, dhe në dhomë gjithë natën së flen. Dhe në veshje gjithë natën së flen. Çka do që i dhimbje rastën bosh. Para mendo atje në ahiret, dhimbje e vazhdueshme tu e shiu djegjen. Allahu na ruaj. A mësohet njëri ose? Nuk mësohet. Sa kupton ai djegat likura, ai tani po ditë apo tezës, mundesh ti me mësu me të. A besimtari do të e pret xheneti. Do të ketë ato vuajtje, ketë ato vështirësi, ketë atë përkorje, atë devotshmëri që ka pas që vetë e ka ndalu veten pi harameve, s'ka pi alkool, s'ka pi drog, s'ka vjet pasuri, s'ka përdor kamat, s'ka përgoju njerëz, s'ka shpif për njerëz. E disi është puna, është një ka plot njerëz që ata nuk shpifin publikisht. Ai ulet në kompjuterin e tij, edhe shkon për dosjen e një hoxhës, do thotë lloj-lloj etiketimesh, lloj-lloj fabrikimesh. Ne shohim edhe për mediat tona, edhe për rrjetet sociale, më e keqe është në për pjesën e shërbimeve. Kur bëjnë dosjen e profilin e figurave publike, që ata i mendojnë domethënë të janë të rëndësishëm ndikimin e opinionit edhe stabilitetin e shtetit. Edhe ulën ata shkojnë dosje me informata të rrënjshme. Edhe shtojnë se në pi vetvetes, pse e urrejnë atë hoxhën ose angazhimin e tij, edhe e nxjerr gogol, e nxjerr domethënë që është shumë i rrezikshëm ai për shtetin edhe sigurinë e vendit, dosjet kot e kot ja mush me rrena, me mashtrime, veç me nxjerr shumë të rrezikshëm, shumë të keq. Këtë është shpifja edhe për gojim. Ato thënë për shembull se për gojimin ai na prodhon shumë e padamshme. Shpifja më e madhe është kjo, kur mediat tona, një gazetar për shembull e profilizon një figurë të rëndësishme në zhvillimin ton fetar dhe kombëtar si figurë negative. Kjo është për gojim publik. Që fatkeqësisht në xhallah ndoshta se me lavru sa duhet. E kjo është më e rrezikshme. Në përgojim edhe shpifja është ajo që bëhet në për dosjet e shërbimeve tona negativisht vlerësimi i xhallarëve për kontributin e tyre edhe fetar edhe kombëtar. Pa i thyë asnjëherë ligjet edhe rregullat. Na këtë xhallar që kena pengesa në qarkullimin tona, jena viktime këtij përgojimit edhe shpifjeve. Pse ata domethënë megjithëse ti s'ke asnjë kundërvajtje, as më të thjeshtën kundërvajtje të komunikacionit nuk i hiq, as një dosje domethënë kriminale nuk i je, ti ki pengesa në lëvizjen tonë, a kriminalët e vërtetë domethënë ata me respekt madh i presin e përcjellin na për kufinat tona. Kjo është realiteti fatkeqësisht. Edhe andaj themi na këta njerëz që janë pjesë e kësaj loje janë njerëz që nuk besojnë Allahun, edhe ditën e llogarisë. Se përndryshe kur e beson Allahun ditën e llogarisë, ai nuk bën asnjë fjalë rrenë, dëshmi të rrënjshme, nuk shpif, nuk trillon, sepse ka më dhënë llogari para Allahut të Madhëshëm. Edhe andaj besimtarët e devotshëm e marrin shpërblimin e xhenetit, në xhenet ka shpërblime të jashtëzakonshme, këtë që kjo devotshmëri, që ky kufizim që ka bëvë vetë i paguhet. Edhe Allah i Madhëshëm i shpërblen secilin me shpërblime të mëdha, jo sipas meritave të veta, po më shumë se çka kanë merituar ata. Ose të namazit taravis. Sa kena mu shpërbli ne që e falmi namazit taravis pas vdekjes? Shive, matematika e shpërblim të shumë i madh. Dhe para çdo lëvizje brenda namazit ka shpërblim, çdo lëvizje. Allahu Akbar. Bandja dhe lëvizja e gishtit për shembull, të hijat, që është lëvizje e vogël, që manifeston tauhidin, monoteizmin. E mos flasim çdo shkronjë që te këndon të Kuranit. Ose dëgjon nga imami. Po, edhe që ndëgjon nga imami, njëjtë është domethënë, edhe ndëgjimi, edhe leximi e ka njëjtin shpërblim faktikisht. E dyta do thotë lëvizjet fizike të trupit. E treta koncentrimi jot në të. Lodhja. Çdo pjesë
përbërë se namazi ka shpërblime të mëdhaja që me dalë me matematik, dalin shumë, s'ka matematik që i rrumbullakson ato. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bile ka tregu se kush e fal namazin taravih me imam, i llogaritet sikur se krejt natën më pas fal. Krejt natën. Po. Kjo është problem, kjo është dhurat e Zotit. Deri namaz sabah. Ti 1 orë gjys falësh me imamin, domthonë 10 orë shkohet sevap, 7 orë shkohet sevap. Ditën e gjykimit kur dilsh, konsiderohet se ti ke fal gjatë natën. Gjatë natën, po. Plus asaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal namazin e taravih, i falen gjunat që ka bërë më herët. Ata fitimi është domethënë shumë anë. Çka ke bëu gjunat fshihen. Çdo lëvizje është problem, po ti je fitimtar, domethënë shumë fish. Edhe normalisht më u lodh dhe më mërzit. Pse lodhesh edhe mërzitesh? Se ti nuk e mendon ke problem. Ti nuk e mendon ke fitim. Nuk e mendon një pozicion që është më e madhe se edhe para e dyta, ajo është se ti jetu nejt para Allahut. Allahu ta ka mundsu, të ka thirr, ti ju i përgjigj, edhe ti ke dalë para tij. Realisht ke dalë para tij në një moment që ai ofron dy gjëra, falje dhe mëshirë. Nuk ke dalë para tij ai me të llogarit. Nuk ke dalë para tij ai me të qortu. Ai të ka thirr me dhon. Edhe ti ke ardhur në taravih, po flas. Edhe ti çdo do të më mendoj situatën. Ai të ka thirr me dhon. Edhe ti ke ardhur, edhe elhamdulillah që ke ardhur. Edhe tash ti prit sa ki më marr për asaj që ka më dhënë Zoti. Për faljes ti dhe për mëshirës ti. Edhe normalisht sa më shumë që rrit, më shumë merr. Tash arrin shkurt, arrin gjatë. Ti e përgjigje. Kemë mundu sa më gjatë me nejt, se çdo sekondë që ti rrin merr. E kurse mendon kështu, ai lbeziset namaz. Se vjen shejtani, ja humb kët koncentrim. A plus ka shumë shanse, jeta e shkurtër. Po normal. Ditët numëruar, përfundoi shpejt na tha më herët. Sot ja nis, nesër bitis përfundon. Edhe andaj ku ti ish namaz, nëse ki këtë perceptim me vete, këtë analizë me vete, ti nuk dalesh derisa të thosh mundësia me rrin kom. Edhe andaj dietarët e mëhershëm, njerëzit e devotshëm, ku kanë hyrë namaz natë, kanë hyrë për shembull, supozojmë tash nëse është mjatësia e 9 ora, nuk e di sa kam qenë saktësisht, po hajde themi pin orës 10 e kanë nisë me fal namaz natë deri në ora 4, 6 orë, hiç s'është nal, edhe s'u ka lodh. Se ka menu lodhjen fizike, e ka menue që këtë pjesën shpirtërore. Është para Zotit, ky lip Zoti jep. Ky lip Zoti jep. Nëse ditën e gjykimit do të jem fitues. Për shkak të këtij namazi. Po se veç ti ke pishtash i fitu. Ai veç ta ka deponu atje. Ta ka regjistru, a kupton? Ti fitimin e ke marr, ai ta ka deponu. Ti kur shkosh ti bile kimi u befasu se ato që po i themi na janë fjalët e shkurtë edhe të pakta që na mundna me të kallëzu ty sa fiton. Edhe ti gëzohesh, edhe ki një lloj matematike të fitimit të madh, ku shkosh atje kemi pa shumë më shumë se ajo që kemi thënë na. Andaj edhe me vdek, s'ke çka më mërzit. Po, këto është për atë besimtari kur vdes shkon i gëzuar te Zoti. Shkon të qesh. Ani pse na kajm për atë. Ti e din na unë shpesh e përdori atë porosinë e Imam Shafiut rahimahullahu taala, që është pjesë e një poezisë, o njeri lindet duke qa, e njerëzit përreth te qesheshin. Kjo është filozofia e jetës. Çdo fëmijë që vjen që lind tu ka, ama na gëzohemi, si na ashtu. Bëj vepra të mira gjatë jetës tënde. Çto namaz, agjerime namaz. Pse? Se në ditën kur na do qajmë për vdekjen tonë, ti je duke qesh. Se je fitues. Po dhe, sepse kemi jetë po ti kujt të shku. Jetë po se domon ketë ajo që ke bëu ti pas ka shku hoç, përkundazi tu pas ka paguajt shumë fish, më shumë se ajo që ti e ke menu. Edhe realisht njeriu fetar për atë është shumë i qetë, shumë stabil. Nuk e destabilizon asnjë krizë. As kriza ekonomike, as kriza politike, as kriza e sigurisë. Do thot asnjë krizë nuk e destabilizon. As smundjet nuk e shqetësojnë. Është stabil, i qetë, ka energji pozitive deri në momentin e fundit, edhe kur është me kancer. Ktu e pa domodin nga dal fundi i tij. Na kena shembuj të vdekjeve publike të njerëzve të mëdhej besimtar, siç është rasti aty djalit në Australi para disa viteve. Plot kemi. Po. Do njerëz që e dinë, ama e di se kjo është kaderi i Allahut. Edhe normalisht nuk është të hub kur gjë. Sabrin që tregon smundje, e ngrit edhe më shumë te Allahu, ja shton shpërblimin. Edhe ai shkon te Allahu, faktikisht shkon te
pagesa që ja bën Allahu atij për adhurimin që ka bërë Zotit, me dëshirën e vet, me sinqeritetin e vet. Edhe kur ta shef se aty ka shpërblime shumë më shumë se që ka prit, ai gëzimi shumë fishohet. Namaz të ravijës, ndodh vogjo, sa do ku me konë musliman, ku me ditë sa i ma, të shkon menja të dërkon. A hupët ai rekat? Nuk hupet recati, as namazin nuk hupet, ama kjo është gjihadin që ti duhesh me bën namaz. Zëra që të ikë mendja nga koncentrimi në namaz, nga çdo muhabete që i flasim, ti duhesh me kthy mendjen në vend. Andaj ulemat e kanë nda namaziun në disa kategori, për mënë Imam Ibn Qayyim rahimahullah, e thot ka prej besimtarëve që falen dhe bëjnë gjihad njëkohësisht. Thot janë ata që kur vjen vezveset e ndryshme, ai lufton me shejtanin dhe vezveset me i largu që me rujt koncentrimin, përqendrimin e tij në këto vlera të namazit që i ka. Çka duhet më koncentru? Allahu Ekber. Nalet kështu edhe çka duhet më mendu? E para se e para Allahut dhul xhelal. Që e para Allahut. Po. Kjo është shumë madhështore, se fillon ti me ndje ta humb komunikimin me realitetin materialist rreth. S'ka mundësi është një energji shumë e madhe pozitive që se lë shejtani me të afru. Po kjo është shumë rënd me emri. Atëherë shka të meditojmë rreth asaj që e lexojmë. Fatihan për shembull. Fatihan ndoshta e kuptojmë, po imami ajete po që nuk i dim na po. E na pse themi tash, domethënë janë një element dy sene kam thënë. E para, lexo më shumë nga Kurani që të fillosh ta nuhatësh, jo ta kuptosh, ta nuhatësh për çka cilët ajete është i lexu. Edhe kjo normalisht ndihmon për koncentrim. E dyta, një këshill praktike, hoxhallart është mirë që xhamatit me i tregue çdo ditë se në cilat faqe të Kuranit ka me lexu. Që ai paraprakisht, domethënë sot për nesër të tregoj. Që ai paraprakisht i lexoje shqip edhe ta dije për çka është të lexojë Imami gjatë traditës. Kjo është këshill praktike. Kjo është pjesa e dytë. Pjesa e tretë është që kur të falesh vetë ti i lexon suret që i din. Edhe kur të falesh vetë ato sure që i din përmendsh, mësojve edhe përkthimin, që ta kuptosh mesazhin. E kur lje pas imamit, i cili lexon faqe ndryshme që nuk i din, ti domethënë e mendon xhenetin. Edhe hyrjen tonë në xhenet, kjo të ndihmon ti shumë për me qenë i koncentruar në atë adhurim. Menoj edhe faktin që ti je i përzgjedhur nga Allahu. Sot kur ti falesh, shumë njerëz për të nuk falen. Allahu. Musliman dhe jo musliman, fatkeqësisht. E ty të ka zgjedhur Allahu. Nuk ke ardhi me forcën tonë këtu. Po Allah ka pa një mirësi në zemrën tonë që të ka prunë xhami. E thuaj alhamdulillah. Alhamdulillah. Këtë fakt që je i përzgjedhur, edhe xhenetin besoj që ka më ndihmu shumë për me qenë i koncentruar. Ka po se shpërblimi është shumë i madh në Ramazan veçanërisht e vërtet. Mos ti mërzit nasin për na dëgjojnë në Instagram, në rrjetet sociale. Mos ti mërzitmi. Edhe nëse dekoncentrohesh, nuk e di çka fol, prap namazi pranon. Po, jo, namazi është këtë që është në rregull është. Milioni tregovan, thash, ai që është e ka këtë gjendje, edhe lufton me nefsin e tij me kthi prap namaz dhe plus gjatë i shkuat. Edhe namazi edhe gjatë adhurimit i shtohet vlera dhe shpërblimi i adhurimit ta. Nuk hub kur gjë për asaj. Alhamdulillah.